publike, gjyqtarit të Gjykatës Penale Apelit Tiranë për gjyqtarit Genti Dokullarit. Ky më ka prunjë për çështjen time që e kam me Bledar Valikën. Do ta bëj në dhomën e Këshillimit me datë 8/4/2006 orën 13. I bëj thirrje se ti gjyqtari që ta shikoj gjyqtarit Genti Dokullarit që ta shikoj këtë çështje se Prokuroria e Tiranës Eren Çela dhe Suela Sollovaçi dhe Bledar Valikaj dhe Sajmir Hysa po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Unë me që i kam çu letër për Bledar Valikën që këtë çështje se ka pas edhe çështje tjera mi ka mëll favor të kriminalëve të tokave. Dhe i kam çu letër edhe Eren Çelës, ja ku është, që edhe Bledar Valikës, këto sa e panë si unë i kom çu letrën edhe ke Altin Dumani, ky shkoi e çoi urgjentisht e mølli këtë çështje pa bo asnjë lloj hetimi. Ndaj Edmond Xhafës, që ky ka blej një tokë, Edmond Xhafa ka blej një tokë, këtë toka ime. Dhe nuk më ka thirrë mu, por kryeplaku i fshatit, Petreli Ilmihaga, ka firmos pa qenë unë si banor të i ditë gjithë reglat se unë duhet të thirrsha si kufitar aty. Dhe këto Bledar Valika po na çon drejt vetë gjyqësisë. I kom çu letra si këtë çështje mos ashtu, por këto vazhdojnë duke mbajtur prokurorët e korruptuar, që po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Prandaj kërkoj nga gjyqtari i çështjes Genti Dokullarit që ta shikoj këtë çështje me vëmendje, se Suela Sollovaçi dhe Eren Çela po na çojnë drejt vetë gjyqësisë. Nuk e di, ato e din vetë, po unë kam çështje tjera që i kam edhe ma përpara, një ku i keni me emra këtu, që nuk më kanë dalë që i kam ty me datë 2022, 5/7/2022, kam edhe tjetrën 7/6/2023, dhe kam edhe këtë 18, ka dalë kjo tjetra e këtit. Prokurorit nuk e di, a i ri, a ka shumë çështje s'ka, po të dali kjo nuk o pa një herë ke apeli, gjykata e apelit penal që dali ka i shpejt kjo çështje. Megjithatë e falenderoj këtë, po i bëj thirrje si ta shofi çështjen si mas shkojmë këtë drejt vetë gjyqësia. Se Prokuroria e Tiranës po na çon këtë drejt vetë gjyqësia, i ka letrët gjithë aty. Gjyqtari Genti Dokullari do i çoj edhe në shkresë tjetër që ti shikoj si ne mas shkojmë këtë vetë gjyqësia. Se Prokuroria e Tiranës po mbron kriminalet e tokëve. Dhe këto thonë pastaj pse u vra ky, pse s'u vra ky. Unë po e bëj thirrje publike gjyqtarit Genti Dokullarit që ta shikoj me vëmendje këtë çështje.
se Prokuroria e Tiranës nuk Bledar Valikaj mbrohet nga bashortja e vet e Monela Felaj dhe që mbajnë mbi emra të ndryshëm që populli shqiptar mos i njohë këto prokuror të korruptuar. Kjo është Prokuroria e Tiranës që mbrohen nga bashortat e vet që është deputate e Partisë Socialiste. Dhe ne duam një drejtësi të vërtet. Prandaj, gjyqtari ta shikoj me vëmendje këtë, se Bledar Valikaj dhe Prokuroria e Tiranës Eren Çela dhe Suela Sollovaçi po mbrojnë prokurorët e korruptuar. I kom qu letër edhe Altin Dumanit, Altin Dumani e ka qu derogim ke Prokuroria e Tiranës dhe këto nuk bëjnë hetim, i kanë mëll çështjet urgjentisht. Kjo është Prokuroria e Tiranës. Si këtu e ka në ky gjyqtar Genti Dokullari të shikoj se po këto çështje i ka edhe si ka mëll Bledar Valikaj, ka Kemal Zaimi dhe Irena Ibrahimi. Këto kanë çështje si i ka pas ky prokuror, që nuk kanë bo asnjë hetim dhe kanë mbyll çështjen. Prokurori i Tiranës, Sajmir Hysa, e ka pas në fillim fare çështjet e tjera dhe e mori Bledar Valikaj me mungesë që Sajmir Hysa kishe hek 30 foto, një CD dhe ka hek 51 faqe nga fascikulli i dosjes sime. Dhe gjyqtarët e shkallës parë i kanë kthyer atje, prandaj i bëj thirrje ky prokuror Bledar Valikaj këtë çështjet e të Manxhafës nuk duhet ta merrte, si i kom qu letër edhe Eren Çelës edhe për një ditë. Por i ka letrat aty si ja kom qu gjyqtarës Tiranës Gilda Hoxha. I ka në dosje komplet ky gjyqtari Genti Ibrahimi. Ti shikoj mirë që ne mas shkojmë ke vetgjyqësia. Bëj thirrje publike, po që print, i thom Genti Dokullarit, po që print, mas na çot drejt vetgjyqësisë. Se kjo Prokurori e Tiranës pa na çon drejt vetgjyqësisë. I kom lëmru gjithë institucionet shtetërore me drejtësi, me gjithë. Dhe nuk këto mbrojnë kriminalet e prokurorisë. E kom thonë, nuk është pa njëherë në Prokurinë e Tiranës që të mbrohen këto prokurore kaq shumë. Si Bledar Valikaj, Sajmir Hysa, Bledar Valikaj në mbron bashortja e vet e Monela Felaj, që mbajnë mbi emra të ndryshëm që populli shqiptar mos i njohë këto kriminala e këto prokurora. Kjo është Prokuroria e Tiranës që po na çon drejt vetgjyqësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. I bëj thirrje edhe një herë Gentiani Dokullarit, ta shikoj çështjen time me vëmendje, që ma shkojmë drejt vetgjyqësisë. I bëj thirrje gjithë institucioneve kush janë
Pra popullit shqiptar si ma shkojmë drejt vetë gjujësisë. I bëj thirrje gjithë ambasadëve që ndodhen në Tiranë, se prokuroria e Tiranës pa na çon drejt vetë gjujësisë. Arend Çela, Suela Sollovaçi, duke mbrojtur prokurorët Sajmir Hysa dhe Bledar Valika që mbrohet nga bashkëshortja e vet Emanuela Felaj, që mbajnë biemra të ndryshëm që populli shqiptar mos i njohi këto kriminala të prokurorisë. Kjo është prokuroria e Tiranës. Prandaj i bëj thirrje dhe ambasadës amerikane në Tiranë. Këto prokurorinë e Tiranës e kom deklaru me të madhe që pa na çon drejt vetë gjujësisë. Arend Çela dhe Suela Sollovaçi pa na çon drejt vetë gjujësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi nga gjyqtari i çështjes i ka me datë 4/8/2026 orën 13 në sallën e Këshillimit. Ta shikoj me vëmendje këtë çështje si mos shkojmë drejt vetë gjujësisë. Unë i kom lemru të gjithë të kriminella që si Edmond Gjafën dhe të tjerë si i kom përmend me emra, me mbiemra, si Arakli Koçallarin, edhe bajaktarin e Petrelës Ylli Kupin dhe kryeplakun e fshatit Ilmi Aga dhe Ysni Kërçikun. Këto njerëz e din mirë se do të shkojnë, po nuk pa drejtësi, do shkojnë para vetë gjujësisë. Prandaj kërkoj vetëm drejtësi. Ju falenderoj shumë, zoti gjyqtar, shife me vëmendje se kjo çështje po na çon drejt vetë gjujësisë. Genti Dokullari, shife me vëmendje, shumë faleminderit, zoti ju bekoft. Por ma shkojmë ke vetë gjujësia, jo vetë gjujësi, vetëm drejtësi. Zoti e bekov Shqipërinë ndaj këtyve prokurorëve të korruptuar.